Unë po them se kjo punë që ka mbet pezu kështu, dita ditës, besoj që ka me pas prap probleme. Si shihet, gjykata nuk ka ndonjë që merr ndonjë vendim për veprën që e ka bërë, sa ai faktikisht nuk ka vrarë, Zoti s'm ka vrarë mua. Ai më ka vrarë, unë gjykata merr vendime skandaloze. Gjykata vendimin e parë që ka marrë kon gjyqtarja Violeta Husa, e ma ka bërë për vrasjen tentative, ka kthy vendim i letër, por gjyqtari tjetër pas rigjykimit e ka bërë, ja ka heq vrasjen krejt. Unë se di ku shkon kjo punë, marrë me të vrarë, me të plagos në qafë. Mos më pas, domethënë këtu nuk ka drejtësi. Kush ka met sot kjo punë? Kjo i ka met gjyqësorit. Edhe Po i ka met që 5 vjet gjyqësorit. I ka met edhe tashti e u morë një vendim për këtë punë. Unë jam i dënuar për këtë punë, për shkrepjen me armë zjarri. Jam i dënuar 16 muaj. Për veprën e dytë nuk ka liru gjykata. E tashti që rrjedh kjo punë, nuk muj me ditë. Tash kemi shku në apel. 2 biznesmen nga Istogu vazhdojnë të përballen nga gjykatë për një kontest në mes tyre. Kontesti përfundoi me të plagosur, ndërsa prova tregojnë që autoritetet dështuan ta parandalojnë gjujtjen me armë. Prova të pakta të mbledhura nga policia e Istogut ishin dorëzuar në prokurorinë e Pes. Aty të gjitha lëndët përveç gjujtjes me armë u mbyllën me arsyetimin se nuk kishte prova të mjaftueshme. Edhe prokuroria e Pes nuk ka pranuar të sfidohet para kamerës. Në pyetjet e ekipit ton, me arsyetimin pse hetimet nuk u zhvilluan në të gjitha drejtimet. Në lidhje me kërcënimet dhe shtrëngimet për cilat personi Shaban Hasanaj pretendon se para datës 11/02/2020, personi Mirsad Gegollaj i ka kryer kundër tij, pas verifikimit nga ana jon, ju njoftoj se para kësaj date në këtë prokurori nga stacioni policor në Istog, kemi pranuar vetëm një rast dhe atë raport informues i datës 27/06/2019, ku ankues është Shaban Hasanaj dhe i paraqitur personi Mirsad Gegollaj, i cili në raport është regjistruar në shenjën PPN 2 numër 589 fraksion 2019, ku këtë raport prokurori i Qesës me datë 15/04/2021 e ka mbyllur me raport për mbylljen e rastit. Po ashtu me datë 12/02/2020, pra një ditë pas datës për cilën pretendon personi Shaban Hasanaj, stacioni policor në Istog në këtë prokurori ka parashtruar raport informues, ku ankues është Shaban Hasanaj dhe i paraqitur personi Mirsad Gegollaj, i cili raport është regjistruar në shenjën PPN 2 numër 145 fraksion 2020. Dhe këtë raport prokurori i Qesës me datë 9/03/2020 e ka mbyllur me raport për mbylljen e rastit. Në këto raporte nuk kemi të bëjmë me pretendime për haraq apo shtrëngim, por më shumë kemi raport juridiko-civil, kjo për faktin se kanë të bëjnë me negociatat për arritjen e një marrëveshjeje për shitblerjen e biznesit, ku të njëjtat raporte pas shqyrtimit dhe analizimit nga prokurorët e Qesës janë mbyllur me raport për mbylljen e rastit, për faktin se nuk kemi elemente të ndonjë veprave penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare. Këto raste kanë ardhur në prokurori nga policia si raporte e jo si kallëzime penale, nga se masat dhe veprimet e kryera nga policia, provat dhe dhënat e mbledhura nuk sigurojnë bazë për kallëzim penal të policisë, dhe nëse kjo nuk justifikon ekzistimin e dyshimit të arsyeshëm se është kryer vepër penale, policia megjithatë i dërgon për këtë raport të veçantë prokurorit të shtetit, konform nenit 81 paragrafi 4 të kodit të procedurës penale që atë kohë ishte në fuqi.